Udhëheqësi kinez Xi Jinping ka deklaruar për herë të parë se kumbi i tij nuk ka frikë nga përshkallëzimi i luftës tregtare me Shtetet e Bashkuara, që ka goditur tregjet ndërkombëtare dhe ka nxitur frikën e një recesioni global. Nuk ka fitues në një luftë tregtare dhe të shkosh kundër botës do të shkojë vetëm në izolim. Për më shumë se 70 vjet, zhvillimi i Kinës është mbështetur në vetbesimin dhe punën e palodhur dhe nuk ka frikë nga ndonjë shtypje e padrejtë, u shpreh presidenti kinez. Komentet vinë ndërsa kryeministri spanjoll ndodhet në Kinë për të biseduar për luftën tregtare. Xi Jinping i bëri thirrje BE-s që së bashku të kundërshtojnë praktikat e njëanshme të Shteteve të Bashkuara, duke ju referuar tarifave globale gjithëpërfshirëse të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në fillim të kësaj jave, Kina njoftoi një tarifë për 84% për mallat e importuara nga SBA. Tarifat u rritën më vonë me 125% me shtëpinë e bardhë, që tha të njëjtën se tarifat ndaj Pekinit mund të arrinin 145% për disa produkte. Por pavarësisht se administrata amerikane ka treguar pak shenja lehtësimi, duke pezulluar për një periudhë 90 ditore tarifat, tregjet financiare ende mbeten të lëkundëra. Liderët e huaj po luftojnë se si të përgjigjen një shpërbërje të rendit të tregtisë botërore dhe për shkallëzimi me Kinën, që ka nxitur frikën e recesionit global. Taktikat e Trump supozojnë se ta detyrojnë Kinën të ulen në negociata, siç ndodhi në mandatin e tij të parë, kur të dy palët arritën një marrëveshje tregtare që nuk u zbatua kurrë plotësisht dhe përpara se pandemia COVID-19 të mbyllte marrëdhëniet SBA me Pekinin. Deri më tani, BE-ja ka shtrirë dorën e bashkëpunimit me SBA-n, që kërkoi një marrëveshje tregtare me SBA-n gjatë kësaj pauze 90 ditore. Megjithatë, bloku gjithashtu po zhvillon masa hakmarrëse në rast se bisedimet dështojnë, ku parashikohet vendosja një takse mbi të ardhurat nga reklamat e kompanive amerikane të teknologjisë si Meta dhe Google. Gjithashtu, SBA dhe Vietnami kanë rënë dakord të fillojnë bisedimet formale tregtare, sipas Shtëpisë së Bardhë. Vietnami ka deklaruar se mund të godasë mallrat kineze që dërgohen në Shtetet e Bashkuara përmes territorit të saj me shpresën për të shmangur tarifat. Kryeministri japonez, ndërkohë që ngriti një task force tregtare dhe shpreson të vizitojë Washingtonin javën e ardhshme, Tajvani nga ana tjetër pret gjithashtu të përfshihet në grupin e parë të partnerëve tregtar për të zhvilluar bisedime me Washingtonin.